Çfarë mendim ke për rrymat që ka në Shqipëri? Pra rrymat po flas radikale, sidomos ato që janë fetare. Janë të ushqyera nga jashtë apo janë burim i atyre shkaqeve që ti the dhe pjesës që ka të bëjë me doktrinën fetare? Për këtë arsye që thash, për sa kohë që shoqëritë janë pak të shqetësuara sot, se ka fjalë vetëm për shoqërinë shqiptare. Italia është kështu, Gjermania është kështu, Franca është shumë shoqëri e trazuar, pra nuk ka paqe. I Anglia shumë problem. Këto njerëzit e dëshpëruar ku gjejnë preje. Puna nuk i kënaq. Familja është me probleme. Pasuri të mjaftueshme nuk kanë. Për të shkak raportet familjare mund të jenë të cënuara, ose të lënduara, ose të lëndueshme. Gjejnë preje të një gjë që s'ekziston, siç është feja. Edhe, si thosh, lidhe mishë shpirt me saj dhe unë mirë kuptoj, po disa prej tyre kalojnë masën dhe pastaj bën radikal. Pra i thot, për sa kohë që unë jam fetar edhe jam dorëzuar Zotit, edhe është e drejta ti, pse nuk bën ti si unë. Në këtë moment ai fillon dhe nga imponim, nga njëri që shkon aty për të mbrojtur, kthehet në një gladiator. Pra kthehet në një e merr si mision që të gjithë duhet të jenë si ty. Kështu këta njerëz, edhe me shumë sipas meje, ku diun, fatkeqësi personale ose drama personale, këta kthehen në haters, pra në njerëz që vetëm urrejnë. Edhe gjithkohon shajnë. Unë lexoj për shumë Facebook edhe habite me njerëz që ekzistojnë. Se okay, ti mund të marrësh sharje nga një person që s'ekziston, është një faqe fake. Që nuk ekziston. Edhe ai çan sepse ka një arsye. Po ka burra nga 60 vjeç që ti shef profilin e tyre, shef njëri normal, dhe kur shef se çfarë shkruan ai në Facebook, ti thua si ka mundësi ky njeri të shkruajë kështu. Se këtë që shkruan këy mund ta lexoj goca e vet, gruaja e vet, ka marrë edhe unë, i kam dhënë komentet e faqja se kanë dhënë për mua, përgjithësi. Pa folur për ai nuk mendon fare, pra shkon në xhami, për shkak shkon në xhami, aty falet edhe mendon që shpirti i tij purifikohet, dhe del nga xhamia edhe shan sigurisht një bastard ordiner. Ku ndërkohë që mund të një burr me kollaro, edhe mënyra se si ai sillet, me mënyra se si vishet, janë dëgjuar që nuk shkojnë. Dhe shkon në shtëpi dhe me sa duhet flet me atë fjalor. Edhe unë jam nga herë habitem se çfarë mësojnë ta në xhami, çfarë mësojnë në xhami. Pra mësojnë kur dalin nga xhamia kthehen në luftëtar për të sulmuar ata që nuk shkojnë atje.